Për ju që ndiqni, ferma VIP 3 sigurisht që ndjen një lloj neverie të asaj çfarë po jipet në këto ditët e fundit, ku pa diskutim epicentër do të jetë fenomeni Mimoza Ahmeti, edhe të gjithë bullizimet, të gjithë fjalët ordinere që po i thuan asaj gruaje, të gjithë prekjet në moral, prekjet fizike, bastardimi që po i bëjnë të tjerët, çdo qasje që ja kërkon të bëjë një lojë të pastër e të hysh në komente në rrjetet sociale, sigurisht që do të gjesh 99% të mbështetjes masive për Mozën. Jo se Moza është fenomen, por se Moza është kundër një loje të pisët që po bëjnë të tjerët, që viktimizohen kur nuk është viktimizuar. Edhe në prajmin e shkuar, kur Arbana i bëri si një lloj pyetje presioni që shiko se ajo që të thuash ti do të çojë në eliminimin e Adionit, e duke qenë të ky fundit që jo vetëm e ka fyer Mozën me fjalë që mund të jenë në gjuhën serbe, jo vetëm i ka deformuar biemrin, jo vetëm thonë që kjo ka urrëtie për kosovar, ndërkohë që ajo raporti më të mirë e ka me Bujakën, që është shqiptar i Kosovës. Nga ana tjetër, e dashura e Adionit, Ola, pas ka thënë, siç e keni parë, se nëse nuk do të ishte i liri tek fakiri, ajo do t'i bënte zbor Mozës, pra tortur. Për këtë po flasim. Për këtë janë shit dreqat, këta fytyrë ordinerat që dalin në për formatet të tilla, këtë lojë do të bëjnë, këtë qasje do të kenë, kështu duan të fitojnë simpatinë e publikut, kështu duan të tregojnë veten me këtë qasje që është kërkundi, nuk dua të përdor fjalë, nuk dua të gjykoj, po pa diskutim jam këtu për të dhënë ato që unë shikoj, për të ndarë dhe me ju opinionin e përgjithshëm që unë shikoj në për rrjetet sociale, ku është një lloj revolte e madhe për gjithçka që është bërë Mozës këtë fundjavë, ndërkohë që është përjashtuar Malbora, gjë që nuk ka bërë punët e shtëpisë, ndërkohë që të tjerë kanë meritën për të larguar nga ky format. E di që kemi parë në formate të ngjashme Big Brother stereotipa të tillë që përdoren nga produksioni për lojën, që përdoren për të ngacmuar banorët e tjerë, por një tjetër detaj është që ka dorë produksioni është kur Blerina i thot Sonit që ne e kemi tekaluar me degenererimin, pra nuk e di të ndjesh një lloj kënaqësie që po degenerohet kush, një figurë si Moza Ahmeti, që kemi njohur për vite, edhe pse tani ka këtë shpërthimin e madh dhe ka më gjepsur të gjithë publikun, mos shkokçarja e saj, të qenurit transparente, të qenurit origjinale, e lirë në mendime dhe në gjithçka që ajo ka ushqyer për vite e vite, jo vetëm me veprat e saj letrare, por edhe mendimin kritik, mendimin e lirë, mendimin e pasuruar që ka dhënë në për emisione pa filtra, është dashuruar dhe është pëlqyer, por ne e dim që në një format të tillë ka një lloj lëshimi pastaj të asaj që ty të krijohet nga të tjerët të të qenurit fenomen, siç është edhe Mimoza Ahmeti. Pra, nuk di atë gjej vend për të komentuar të gjithë pallaqëlliqet që janë bërë ndaj Mozës, një lloj viktimizimi i neveritshëm i Adionit që po ankohet për fshesën që ka rënë në duar. Moza thot kam kërkuar ambulancë për qafon Olën, lëre më thot duar, ndërkohë që ka dalë një video që ai është lënduar gjatë sfidës që kishte në fermë, pra nuk di këtë besosh, të besosh pamjet apo të besosh rrenat që i thonë me gojën e tyre fermerët. Pra ka një lloj heshtje totale kur edhe Adioni, teksa po i ndronte baterisë Mozës, i thoshte ta përplas në fytyrë. Pse dreqin heshtim, edhe ku ndodhin pastaj tragjedit, ku viten gratë, ku bëhet kjo, ku bëhet ajo, ne bëjmë si moralista, ngremi të gjithë në rrjetet sociale, bëjmë si të pikëlluarin, japin një lloj solidariteti dhe kur janë aty personazhe publike si Soni Malaj që nuk flet, pse? Si i kam birë e keqa, si janë xhelos, se nuk kanë shkuar tek publiku, se nuk janë shpallë të preferuarit e publikut, apo se janë kërkundi, janë një bisht në ato fermë, nuk është faji i Moza Ahmetit që janë të tillë këto personazhe, nuk është faji i Moza Ahmetit që ka të keq në shpirtin e tyre, te ky brezëri, ky shit, ky dreq brezëri që ne kemi shpresar për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri më të begat, ndërkohë që në formate të tilla ja shesin shpirtin djallit, e ndërkohë Moza shpirtin e saj të bukur, të lirë, paqësor dhe pa prekur në dinjitet askënd, ja ka shitur
të qenies së saj ja ka shitur publikut dhe ndaj mbështetja masive është e gjitha 99% tek moza. Hiqe mozën, nuk shihet ferma, nuk shihet në mënyrë kategorike. Këtë jam i sigurt si një ndjekës i këtyre formateve, e them me bindje që moza po e mban këtë fermë dhe nuk më pëlqen as pak që ka një lloj tendence qoftë edhe nga produksioni, se nxori Blerina se na than që e keni degeneruar me mozën. Pra, kush ja tha Blerinës të gjë? Kush ja tha se Blerina nuk është 24/7 me çdo situatë brenda shtëpisë? Pra, edhe një thirrje ndoshta edhe për produksioni, kur i mësoni tamam që ta qepin gojën dhe mos ju nxjerrin zbuluar se është një skenë e shumtuar, e pastaj do të shkojmë tek ajo që ka thënë dhe vet Arbana, ne nuk jemi si ata. Po ndërkohë që po bëheni më keq si formati Big Brother që ke drejtuar për vite e vite dhe padyshim që ka dhe një ngacmim të publikut në këtë term që Arbana përdori dhe ja kanë vënë si një lloj kujtese për të treguar që duhet të mbash standarde për të mos bërë siç ajo që ti ke komentuar. Por sidoqoftë në këtë trotshme redin jam për të dhënë atë që unë po shikoj që po bëhet shumë e përsëritur ky ngacmim, kjo lloj ndasie që tani më ka brezat e rinj kundër mozës, jo për të bërë një krahasim, jo për të bërë përballje midis dy realiteteve, dy botkuptimeve dhe dy, le të themi, moshave të ndryshme, por që moza e ka shkrirë veten, ka shkuar 100% tek publiku, po i shijon atë fermë, po kultivon kulturë, informacion, po kultivon të qenurit vetvetja, të qenurit me energji të mirë, të qenurit i matur, të qenurit një shpirt i lirë, të qenurit argëtues, të qenurit ta shijosh atë format dhe jo me energjinë e keqe që ka pushtuar shumicën e fermerëve, të cilët nuk kanë tjetër qasje përpor se t'i kundërvijen mozës, ta bëjnë mozën leckë sipas mendjes së tyre dhe sipas qasjes që ato kanë, kjo gjë mund të mbështetet nga publiku, por i lejoni vetëm disa sekonda për të parë se çfarë po bëhet në rrjet, jo vetëm me pëlqime, jo vetëm me komente, jo vetëm me share, jo vetëm me support, por me gjithçka që po bëhet në emër të mozës, e ti fokus e të mos bëjnë marrëzira, se në fund ditës do humbasin dhe ata që kanë fituar, për ata që kanë më shumë vite në skenë, se për ata që janë filizi i ri, kokën e kanë poshtë, e sigurisht nuk do të marrin asgjë nga ajo që pretendojnë apo kanë synuar të marrin nga ky format Ferma VIP 3. Me shumë kurreshti do të presë dhe do të komentoj sigurisht prajmin e sotëm për të parë se çfarë ka thyer Malbora dhe pse disa e kanë parë si një lloj rebelimi që ai kishte, po mund të bërë pjesë e planeve të produksionit për të goditur apo të krijuar situata, por sidoqoftë janë disa banorë në nominim më të rrezikuar, shikoj Romirin që vetëm ha buk aty dhe nuk bën asgjë tjetër, për edhe Dona me atë pak situatën që kishte me mozën, u zbyth në prajmin e shkuar ku tha më shumë u ndjeva ofenduar, se ndërkohë kishte 24 orë që nëpër fermë thoshte jam djerë e dhunuar dhe e goditur nga moza. Pra edhe njerëz që nuk mbajnë dot një qëndrim edhe kur ndjejnë ovacionet e publikut, nëse ti ke të drejtë, çoj deri në fund, të mos interesoj se si do dalësh jashtë, se këtu fillon edhe zbërthimi edhe ndryshimi i qenies tënde që bën gjithçka për duartrokitje dhe bën gjithçka për hir e të lojës që është vetë ferma dhe pse është një format që më shumë është i përqendruar tek punët e fermës sesa tek debatet, tek situata, por që janë të pashmangshme, siç kanë qenë edhe këto 48 orët e fundit ku është bërë një lloj torture e frikshme mozës tek Agai, pra me një lloj indicie edhe për t'i bërë të fundit, i është dhënë një ultimatum që ti ke 12 orë, pastaj do të shikoj unë se çfarë do të bëj. Nuk besoj që ky është formati që ne ende duhet të japim mesazhe që dhuna verbale, dhuna e cila nuk justifikon asnjë lloj mjeti të një loje apo dhe të një lloj formati, dhe të mos bëhemi të shtirur, pastaj të bëhemi solar në rrjetet sociale e të themi atë, të themi këtë, sidoqoftë do doja të dija edhe mendimin tuaj çfarë drejtë po ndodh në këtë fermë ku ai vibe i mirë nuk është më, ku energjia e keqe ka pushtuar më shumë se gjysmën e fermerëve, dhe çfarë prisni që të marrë vendim Agai i madh? A duhet të eliminohet Adioni apo i shërben produksionit për këto situata, për këto nxitjet e ngjarjeve, e në fund të ditës mbetet ajo që unë them, shpirtin ja shesin të keqen, e kur dalin nga ky format do të marrin
Si më qoftë, ju jepni atë që keni dhënë gjithmonë, mendimin tuaj dhe një subscribe në kanalin Koha Jo në YouTube.